Tu jemi tek shtëpia, e cila e kam ndërtuar me lekë para të migrin. Në vitin 2010 filluam me prunin e disa kultivarëve të rinj, ose specieve të reja në Shqipëri, si lemon verbena e disa bimë të tjera, dhe vazhduam rritjen e tyre në Shqipëri, të cilën një pjesë e madhe e tyre u ambientuan dhe sot ne prodhojmë sasi të konsiderueshme dhe eksportojmë ato. Me sa fermer bashkëpunon? Ne kemi 650 fermerë në të gjithë Shqipërinë. 650. Një numër shumë i madh. Jemi familje fermerësh, ne këtu kemi përfaqësues nga gjithë Shqipëria, të cilët operojmë në një mënyrë kooperative, po është vështirë t'ia shpjegojmë që kjo është kooperativë. Ne grumullojmë fermerë në një zonë të caktuar, lëmë njëri përgjegjës, certifikohet ajo zonë, qoftë nga mbledhja e egër, nga mbledhja spontane që themi, qoftë nga kultivimi i cili duhet një proces më i gjatë, 4 vite përpara, për të vazhduar dokumentacionin dhe për të arritur koha mbas 3-4 vite që të futet ai produkt në prodhim, ja blejmë produktin si një bujqësi të integruar, si një produkt pa mbetje, dhe pastaj mbas se certifikohen produktet e tyre shitet në një vlerë më të lartë si një produkt organik. Ku e çon produktin? Pra në çfarë vendesh? Në gjithë botën. Vendet kryesore ku ne eksportojmë është Gjermania, Austria, Amerika, Franca, në Japoni kemi filluar, në Izrael, vendet arabe, në gjithë botën. Ne kemi shumë të rëndësishme që të japim autofaturë dhe fermerët marrin ato paratë që i kemi vendosur. Unë kam besuar këtë që në fillim, kam qenë informuar para se të binte ligji. Jam pyetur, mund ta themi deri diku, edhe nga njerëz nga specialistë të fushës ekonomike, dhe jam i bindur dhe kam një bindje më saktë, e cila do të thotë që subvencionimi me 10% nuk është më e mira, por është më e drejta për Shqipërinë. Kjo është magazina jonë qendrore, ka afërsisht 20, maksimumi 25% të prodhimit që kemi, dhe pjesa tjetër qëndron në magazinat ku ne kemi në gjithë territorin e Shqipërisë. Kooperimet janë të ndryshme, diku kemi marrë ne një magazinë në Qira, diku ka marrë fermeri, diku ka ndërtuar fermer dhe kjo na bën të lumtur që për këto vite që ne punojmë ata kanë krijuar të ardhura dhe vazhdojnë hecin vetë, ngrihen vetë nëpërmjet zhvillimit bujqësor që ne kemi. Me dy vishon dhe marrën tënde që ne po e vendosim në një mod deri në 2 milionë euro për që ju të merrni një kredi me garanci nga shteti, por me një interes 2% për ju. Pra është një mundësi shumë e mirë që edhe të zhvillohesh, por me këto kapacitete që ju. Jam informuar në lidhje me pjesën e garancisë sovrane, nëse s'jam gabim, garancia sovrane, e cila ka një enorm interesi të ulët. Jemi duke diskutuar për të bërë një ambient të ri, e cila jemi, si e shikoni, jemi në fillim të sezonit, si është dita sot, dita e luleve, të cilat do të thotë që fillon sezoni rijon i ri.